është pyetja që do i bëje Denatës? Është fare thjesht. Shteti pranon, do më thënë, toleron fyrjen, pra ndaj dhe gjukatat në botën civile janë plot. Dhe a djela toleron fyrjen, po apo jo? Djela, a e toleron? A e kam Denatën? E kam. Po psikologën. A ke një përgjigje për këtë? Të dyja pyetjet dalin jashtë shkencës. Megjithatë, sepse të dyja janë zhvullnetit tim. Zakonisht pushteti, si është parë në sjellje njerëzore. Unë jam psikologe e sjelljes, do ta shpjegoj në sjellje njerëzore. Kur je i pushtetshëm, kur ke pushtetin, ke dhe gurin dhe arë, çdo lloj thyrje dhe kritike kalohet, jo se kalohet më kollaj, madje ndonjëherë nuk dëgjohet fare. Kur nëse do më çosh deri tek një ministër virtual, unë nuk do jepja asnjë përgjigje sepse nuk është në vullnetin tim zgjedhja e ministrit në fjalë. Nuk është as qenie njerëzore ndërkohë që ta. Nuk jam as e përgatitur për dehumanizimin e kësaj që po ne diskutojmë. Për të trajtuar sjelljen humane të një humane është. Levis ndjes Kjo është shumë humane dhe besoj dhe pyetja është e lidhur me këtë dehumanizim. Ishte një pyetje që nuk donte përgjigje në fakt, ishte shumë, mua më duk që ishte më tepër pyetje retorike. Sepse pyetja ka ironi brenda. Ka ironi brenda dhe unë mendoj që për sa kohë është dehumanizuar ajo zgjedhja e lirë qytetare dhe vullneti im i lirë për të qenë përgjegjës edhe ndaj ligjit, nuk e besoj që ky diskutim merr pjesë dhe ministria i në fjalë është e përjashtuar nga çdo lloj diskutimi që preferoj të jetë kaq humane dhe kaq me emocione. Është e programuar. Klevis, si përfundim nga ana e pranimit, me sa kuptova nga reagimi yt, ishte jo fort i dukshëm në natyrën tënde që të pranoje sjelljen e dikujt që ishte korrekt sipas këndvështrimit tonë. Shiko, patjetër edhe unë kritikat dhe komentet e një personi që mund të kem përballë duke e vlerësuar ato që kam përballë gjithmonë, sepse jo të gjithë mund t'i kemi afër zemrës edhe afër nesh për ta vlerësuar ato që na thon, por komentet në këtë rast për t'u përmirësuar, për t'u rritur dhe për të patur atë brumin e nevojshëm për të kontribuar në shoqëri duhet patjetër, por unë nuk mund të toleroj në asnjë lloj momenti nga disa momente që u tha këtu, që të më fyej dikush apo ta shikoj si një gjë që ne po rritemi në asnjë lloj momenti, se sot ti vetë ke të lehtë të kritikosh më pas pra të bësh rolin e kundërt. Të kritikoj. Apo të fyem tani se duhet të kritikoj bëj shumë me thënë të drejtën se jam dhe autokritik i vetes. Por të fyej jo se s'më ka ndodhur, se do ishte domethënë fakt kështu hipokrite për dënueshme. Po, pikërisht. Jo se s'më ka ndodhur ndoshta edhe të kem një konflikt, të kem një debat, ndoshta edhe të tej kaloj, patjetër, por varet rrethana në cilën un jam gjendur, sepse un kam pafund raste nga vetja ime ku kemi ndar vite, kemi ndar dreka, darka dhe momente shumë të mira me njëri tjetrin, me miq flas dhe sot ne nuk flasim më për shkak të këtyre fjalëve dhe mbahet mend gjithmonë ajo pjesa. Por nga ana tjetër duhet mbajmë mend edhe të mira që kemi patur nga ajo marrëdhënie, për që në fund të ditës jo me aq vlera, por për patur pak dhe paqe me veten, sepse në fund të ditës gjëja më mirë që mund të marrësh nga secili prej nesh është ajo gjëja pozitive, sado e vogël të jetë ajo. Ju falenderoj. Perceptimi se në 97 hyrja ishte luks. Denata, po fal. Diçka shumë të shpejtë. Unë mendoj që kritikat më të mira i bëjnë njerëzit të cilët kanë mësuar shumë nga kritikat dhe kujdesen për lirinë e tjetrit. Pra e mjeshtërojnë. Nuk ka gjë më të vyer se sa një njeri që di të kujdeset për lirinë e tjetrit, sepse ka mësuar që është i lirë vetë. Faleminderit shumë. Nuk e di se si jemi me kohën, ndërkohë mund të ketë dalë vetë ja tonën titër. Fjali e fundit. E fundit fare, për jetim personal. Duke qenë se kanë qenë dhe kryetare bashkie, kanë bërë shumë ndere për gjatë 4 vite. Të gjitha nderet janë harruar. E di kush mbahet mend, Katerina? Vetëm gjërat që s'kan bërë mirë, të këqijat. Njerëzit mbajnë mend të këqijat më shumë se sa të mirat. Faleminderit shumë që na ndoqët. Por këtë jemi mbledhur. Faleminderit shumë. Faleminderit.